Comolli Cosenza është për të vizituar më shumë për hype-in që ka në Itali, për të thënë çek e vizituam, është një ambient i vogël, e tha dhe Albani, i cili bën panine të thjeshta, por veçoria kush është? Që paninen e kompozoni ju. Ju shkoni aty dhe i thoni, du me këto dhe mund të bëni edhe panine të çuditshme. Pikërisht kjo salumeria Comolli Cosenza. Kështu që nëse jeni për në jug të Italisë në Napoli, çek këtë gjë. Duhet ta themi që Positano është një nga vendet, le të themi, që ka marrë më shumë zhurmë nga gjithë Amalfi Coast, kështu që është mirë që në Amalfi Coast, dhe sidomos edhe në Positano, të mos shkosh vetë për një natë, sepse nuk është një vend që mund të shijohet në nxitim e sipër, le të themi. Është ideale që në Amalfi Coast të shkosh për 2 net, 3 net, minimumi. Thot absolutisht Ariola, dhe këtë gjë e konfirmoj sepse kam qenë, nëse keni dëshirë të vizitoni Amalfin dhe Costiera Amalfitane, minimumi është 2 net, minimumi. Ju që po na dëgjoni tani dhe po mendoni po sikur të shkoni, s'është një ide shumë e mirë, sepse duhet të rezervosh herët nëse do të kursesh në portofolin tënd, duhet të prenotosh në hotele, duhet të prenotosh edhe për pjesën e klubeve, po të restoranteve të famshme, të cilat duhet ta themi se në periudhën e korrikut gushtit janë thuajse të zëna. Ushqim do konsumoni, kjo është e sigurt, sepse në Amalfi Coast, në Costiera Amalfitane, si në Positano, si në Amalfi, si në Capri, kudo ku të shkoni në jug të Italisë, do të keni ushqime të lira si fast foodet italiane, që pra pizzat në dorë, akullore, apo në një sanduiç, por ajo që po thoshte Ariola lidhet me restorantet cilësore që duhen absolutisht prenotuar dhe i keni dhe prenotimet me orare fikse, Ariola, që do thotë, nëse e ke në orën 1 dhe deri në orën 2 do hash buk, nuk ka ekstra. Por cilat janë kuriozitetet që ne nuk i dim për Amalfi Coast? Rruga ikonike, një nga më të famshmet në botë, është SSN 163 Amalfitana dhe konsiderohet si një nga rrugët bregdetare më të njohura në gjithë planetin. Limonat e Amalfit janë gjigant. Janë shumë të mëdhenj, janë si një portokalle e madhe, po janë limona. Dhe në fakt shërbejnë shpesh herë edhe për ëmbëlsirat, për limoncelon, për parfume, përdoren po ashtu produkte kozmetike. Ndërkohë, Positano që ne diskutuam dikur ka qenë një fshat peshkatarësh, si se kapëm atëre. Ta kapnim një shtëpi, një shtëpi aty. Gjithsesi sot është simboli i luksit. Hotelet më të shtrenjtë i gjeni në Positano. Nëse doni të flini në Positano, bëuni gati. Edhe më shtrenjtë se në Capri? Aty. Sidomos nëse janë hotelet që ke qefti, janë me 1500-2000 euro nata. Bukur shumë dhe shumë filma në fakt e kanë zgjedhur si destinacion. Pra Hollywoodi ka patur gjithmonë syt nga dhe në fakt i ka dhënë dhe shumë popularitet. Duhet ta ndihmojmë që kanë duhet ta pranojmë që kanë ndihmuar. Jugu Italisë, Amerika thot Costiera Amalfitana. Dhe nëse e mendojmë, na vjen në mendje revista, na vjen në mendje filma. Magazine do thosh, magazine. Jemi bër nuk na lejohet, neve s'na falet. Magazine, po, magazina, po. Jo, revista. Revista, filmat hollywoodian shumë të njohur, pra le të themi është kthyer në shumë ikonike, shumë simbolike me disa nga detajet dhe elementet. Është për italianët, imagjino sa është për turistët të cilët e njohin Costiera Amalfitane apo jugun e Italisë në zonën e Napolit, e njohin nëpërmjet filmave. Dhe filma italian shumë të bukur janë xhiruar, zhvilluar apo janë tregues të sa e bukur është Costiera Amalfitana. Bukur shumë, i tham ca gjëra që ndoshta disa nga neve nuk i dinim, kështu që do të dëgjojmë pak muzikë italiane. Sot Gigi D'Alessio ne kemi bërë telefon. Jo vetëm Gigi D'Alessio, por shumë artistë të jugut të Italisë janë prezente. Napoli, le të